Në Gjermani, partia ultra e djathtë AfD në opozit ka kaluar dukshëm CDU-CSU-n e kancelarit Merz në sondazhe. E duket më pranë pushtetit të landit lindor, Sanksioni Anhalit, ku kandidati i saj ka seruar planet në një intervistë me Deutsche Welle. Për të mësuar më shumë, jemi lidhur tani në Gjermani me Auron Dodin. Auron, përshëndetje, a kemi të bëjmë me një pamje të momentit në këtë rritje maksimale të AfD-s në sondazhe? Përshëndetje. AfD-ja, partia ultra e djathtë, ka prej kohësh kuota të larta në sondazhe. Pra kemi të bëjmë me më shumë se një fotografi të momentit. Tani AfD-ja e thelloi kryesimin. Rreth 30% e mbështeten së fundi sipas Institutit Demoskopik INSA. Kjo e vendos AfD-n 7 pikë përpara CDU-CSU-s rreth kancelarit Merz. Por tërmeti i vërtet pritet nga lindja. Në landin Saksoni-Anhalt, ku votohet në shtator, AfD-ja merr rreth 42%, kurse CDU-ja vetëm 25%. Nëse partitë të vogla nuk e kalojnë pragun prej 5%-sh, AfD-s i mungojnë vetëm 2-3 pikë për të qeverisur e vetme, pa partner, pa bërë kompromise. Pikërisht prandaj është vënë në qendër të vëmendjes kandidati i AfD-s atje Ulrich Zygmunt. Se çfarë do të thoshte ardhja e AfD-s në pushtet në lindje, është tema analize e mediave kryesore gjermane javën e fundit. Cilat janë tezat kryesore? Programin kandidati kryesor i AfD-s në Saksoni-Anhalt e sqaroi dhe në një intervistë ekskluzive për Deutsche Welle. Zygmunt e paraqiti hapur objektivin. Ai shpreson jo vetëm për fitore, por për një efekt domino, që do ta ndryshonte gjithë Gjermaninë. Policia dhe organet e sigurisë të ai do të punojnë me neutralitet, të orientuara te interesat e landit. Pyetja tani është kujt i takon të përcaktoj këto interesat të landit. Kritikët druhen se ajo që quhet depolitizim nga AfD-ja do të jetë një zhvendosje drejt parimeve nacional konservatore. Kandidati i AfD-s tha mëtej se do të zvendësoj rreth 200 nënpunës civil pa i kontrolluar ideologjikisht të rinjt. Kjo tingëllon normale për të tjerët, por nënpunësit civil në Gjermani e kanë të detyrueshme ta respektojnë kushtetutën. Të rreq vëmendjen edhe politika arsimore. Çfarë planifikon AfD-ja? Arsimi është me gjasa pjesa ku deklarohen ndryshimet më rrënjësore. Nga planet mësimore do të eliminohen antiracizmi, programet e diversitetit dhe temat LGBTQ. Fëmijët e ardhur si refugjat duhet ta ndjekin mësimin veç, në klasa të ndara. AfD-ja kërkon dhe shkollimin në shtëpi. Por në Gjermani ekziston detyrim për të vajtur në shkollë deri në moshën 10 vjeçare, në shkolla profesionale dhe më gjatë. Qëllimi si duket është që shteti të mos kontrollojë dot përmbajtjet arsimore. Njëkohësisht AfD-ja kërkon të zgjerohet mësimi i rusishtes dhe programet e shkëmbimit me rusin në landin Saksoni-Anhalt. AfD-ja ka tonë tashpa për migrimin. Çfarë i pret ata që duhet largohen, po fitoi ajo në Saksoni-Anhalt? Kandidati i AfD-s lat kuptoi se këtu do të jetë ashpërsimi më i madh i kursit. Për ata që duhet largohen, paraburgimi do të bëhet rregull, pa përjashtim, i zbatuar nga një task force e posaçme. Rreth 5000 vet në këtë land kanë sot detyrim largimi. Por juristët e quajnë juridikisht tepër të diskutueshme arrestimin e të gjithëve para dëbimit. Rast individual që e mbron ligji nuk luan rol me sa duket në deklaratën e AfD-s. A do të mund t'i zbatonte AfD-ja të gjitha këto që thot? Në arsim, në polici dhe në administrat, një land federal ka vërtet shumë hapësirë veprimi. Sipas gazetës Frankfurter Allgemeine Zeitung, pritet një valë e madhe pensionimesh të pleqërisë. Kjo hap mundësi për zvendësime. AfD-ja mund të punësojë nënpunës civil të rinj që pastaj janë praktikisht të pashkarkueshëm, vetëm nëse shkelin shërbimin. Por Gjermania është shtet federal. Fushat qendrore i rregullon federata dhe kushtetuta vendos kufi të qartë. Ekziston për shembull një detyrim i federatës për rastet e azilit dhe të detyrimi për vajtje në shkollë. Pra shumë synime mund të mbeten thjesht premtime. Si reagojnë partitë e tjera ndaj këtij avancimi të AfD-s? Deri tani partitë kryesore kanë përjashtuar çdo bashkëpunim me AfD-n. CDU-ja ka deklaruar një mur mbrojtës, do me thënë një refuzim parimor të çdo afrimi me AfD-n. Pjesa dërmuese e CDU-CSU-s e sheh këtë kufi si pjesë të ADN-s, sepse radikalizmi i djathtë, revizionimi i historisë dhe ashpërsia ndaj të huajve dhe jetës hebraike
mund të acoptonin CDU-n. Për SPD-n, Socialdemokratët, lufta kundër AFD-s është një nga të paktat gjëra që ende e bashkojnë. Por disa analistë thonë se një pjesë e votuesve duan ta lënë AFD-n të vinë në pushtet, qoftë edhe që të dështojë. Megjithatë, nëse AFD-ja merr pushtet, ndryshimin mund ta ndjente jo vetëm Gjermania, por dhe Evropa, sepse AFD-ja do të theksonte element nacional, jo ofrues me shtetet e tjera. Çfarë shtyn njerëzit ta votojnë AFD-n? A ka një kundër narrativ për këtë parti? Dikur shumë votonin fshehurazi për AFD-n. Sot flasin hapur, sidomos në lindjet e Gjermanisë. Analistët e shpjegojnë këtë me një hakmarrje të votuesve për pritjet e zhgënjyera. Por demokratët tani duket se po ndjekin një rrugë argumentuese, jo vetëm përjashtimin e AFD-s. Kështu për shembull kryesia e CDU-s botoi së fundi një broshurë ku përshkruan hollësisht çfarë kanë thënë dhe bërë politikanët kryesorë të AFD-s për historinë, për Evropën, për mbrojtjen, për ekonominë, çfarë kanë thënë ata për Rusinë dhe për Kinën. Pra synohet distancimi në përmbajtje. Edhe Manfred Weber, shefi i grupit të Partive Popullore Evropiane në Parlamentin Evropian, ecën në të njëjtin drejtim. Në një letër që dërgoi javën e kaluar, ai kërkon të theksohen elementet që i bashkojnë demokratët, jo ato që ndajnë. Ai bën thirrje për përgjigje me vështrim nga e ardhmja. Njëkohësisht, për sa u përket pritjeve, deri në korrik koalicioni qeveritar pritet të ofrojë dhe vepra më konkrete, si për shembull një reformë të sistemit të taksave.